është dhe ditë keq e ma keq. Edhe sot do më na dalë ditë e gatë. Ja, që ka ndjekë. Kur gjë nuk ka të shkon rregull këtu. Të merë, ha? Kolega, këshire më reshfar punëtore, si mos me pas gojë. Kur nuk nalë të punu. Po djem, qas ma pak të folët, ma shumë punohet. Gjithmonë veç probleme, prishje. Kur dhe në muratu? Po kolega, po lejber problemet. Që shka durim ka të shumë e punu, nuk e di. Po normale o kolegë, senet prishën, na për që të punje na këto, me në reqë. Kolegë, e ke po që pas ka bo medikopi, shtikire në oksigenit me senzor? Po bre, sport në botë janë që e kam bo me këtë sistem. Po, më sarot t'ja vje konkrete. Kreve këna mjaki. Valla bre kolegë, sot hiç nuk nga ka hez dita. Njeri s'ka pse mu konë gjithë i durush. Unë e dëgjova që e përmend lodhjen. Një shok jemi, veç nuk o qunë më nxesme. Kur e dëgjova këtë lajmë, menova. Kam dur që punoj, po edhe kam që më kanë sjellë dhe i këtu. Po këta nuk i menojnë të gjona. Na i kena shtëpia tona. Familje tona, i kemi edhe vetura tona. Dalim kur dojna, kthejmë në shtëpi tonë prapë, po me rëndësi që e kena shëndetën. Na mi menu që të sene, hup mi pesh. Po që nëse u kry pauza. E kolegë, se... Po në mordje, a lëdh. Dëgjani, kjo pjesë këto duhet sot mu kry pa tjetër, obligativ. Se nesër do të vjetë diçka tjetër. Po shef, po, kismet kryet, veç na duhet mi koordinu pak punët edhe përfundojmë dhe mbromje sigurt. Po valla djema, do të me kry punë sa më shpejt, se mi anis mu ankuta në veç jesëm. Po, së është edhe bashkë punë, po punë këtë, o përsheni sa sene është. Hajde nis një, provane. Gjdo punë do të mja nis një, për mu kry. Po, në mja një zosysh. Hajde.
Mre kolega. Po, a ju kujtohet kur kena punu me një mal, pa t'i largë. Tja krisa i shiu i madhë. Po bre, unë nalëm në restoran tani atë. Bashkë atë. Gjonat e mira që ashtu vinë, pa plan. Mire ki. Valla ku menu. Këtë fundjavë me marrë fëmin e me dalë dika. Valla bre koleg, Ballmir pas ka shku menja, se ka nevoj trupi njerit pak me pushu, se veç pun. Heja, diqka. Pi marrëm krejt familjen, unë e familjen tem, ti edhe po shkojna bashkë, se s'është interesant vetë me shku. Ku shkon njeri me shoshni knaqet, atmosfera është ma e mirë. Ballmir e ki. O lëzë koleg? Jo. Qa ke të bu ma vetë bre? Hej, e bënëm një plan, në fundjavë me dalë me familje, me shku dikon. Edhe kë edhe unë po vi, edhe shkojna shtu bashkë, atmosfera është ma e mirë kur shkon me shoshni. Pa që si të merrni, po vi edhe une. Po mëre qyshjo, krejt po shkojna bashkë. Ja, pa ty s'fole zet, qysha. Koleg, Po, koleg. ka se shumë pas ke djekë qëto bre? Po, be koleg, vëllaj e kom po. Po, nëse ja bojmë një qore sa fundi botës, ja gjojmë një zgjidhje dyqysh. Po, jo mërë se ka keqe ma keqe. Hajti mos tani mos më mërzit për këtë punë. Bon qorja. Po, a din shpjegojna mas miri. Merre që ato, e në gjithet qëto dhe nuk dalotesh. E falenderë be koleg, se po të kallëzoj moti, jam të menu qysh mja gjetë një zgjidhje shka me menu atë. Po hekët. Po. Kure, Njeri u lodhet, por jo gjithmonë nga pesha që mban në duar. Lodhet nga fjalët që i mbar në zemër, nga ankesat që i përsërit si e hon çdo mëngjes, përderisa dita bëhet më e rëndë se vetë puna. Pastaj vjen një çast heshtjeje, një çast kur ndalon, jo për të pushuar trupin, por për të zgjuar shikimin. Dhe fillon të nurosh ndryshe për të mirët që i ke. Dhe atëherë kupton se jeta nuk është bërë vetëm nga lehtësia, por nga dhuratat e fshehura mes lodhjes, sepse dita nuk bëhet më e shkurtër kur pushon se ankuari, por bëhet më e lehtë për të mbajtur në zemër. Thuhet, nuk është i varfër ai që ka pak, por i varfër është ai i cili nuk ja vdim vlerën atyre gjanave që i ka. Ankesat e vazhdueshme jo që nuk zgjedhin problem, përkundrazi veç e rëndojnë jetën, veç ta rëndojnë shpirtin, veç ta bojnë punën më të vështirë. Ndërsa edhe kur është diçka vështirë, qoftë gjendje, qoftë ndonjë çështje, kur ti me fjalë ja leton vetit, ajo ka me konë ma lehtë. Zoti jo rastisht e ka pru shembullin e Musës në Kur'an, i cili ka qenë duke u përndjek nga faraoni me ushtrinë e vet. Prej mrapa ka qenë faraoni me ushtarë të njek, para Musës është konë deti. Dhe më thonë që të populli asë një rrugë nuk e ka pas, asë një rrugë dalje. Ja këtu Musa ishtë desht me shprej pesimizëm, dëshprim, mu dërzu, ja ku? Mrapa ushtria para deti ka me majtë. Po që thët Musa? Thët kurse si. Nëse njerëzit thanë u shkatrum, e pat puna jonë, ata që ishtë me Musën, thamë e pat puna jonë. Na nëzuni mrapa ushtria faraonit, krina detin për para, na shkum pësht. Musa po thët kelle, kurse si. Unë e kam Zotin që më bën qare.
edhe realisht Zoti ja bën qarën edhe pështon musën. Kështu që me këtë shembull Allah na tregon që pa marrë parasysh problemin, telashe, çka do që kem, nuk bën mi arënu vetes, me fjalë tona, me dëshpru veten. Tregohet një rast që një njeri veç u ankoj. Vazhdimisht ankesa, nuk i kam punë të mirë. E pyet një njeri i urtë, një dietar, tha, a kështë pranu, tha, që në këmbim 1 milion euro me ti qërru syt? Tha, ja, kur. A kështë pranu që me ti dhonë 1 milion euro me ta këput dorën? Tha, jo, s'kësha pranu. A pranon me të dhonë pare, me ti këput kam? Jo, tha. Tha, ti ko ke multimilioner, tha, po s'pedish. Ti pas ke milionat, po si jetu ja ditë vlerën. Sa për njerëzve kanë gjymtyr të hishta, kanë gjymtyr cilat ju shkaktojnë telashe, ju shkaktojnë vështërsi, ty ti ka dhonë Zotit tona të mira. A je falenderus, a ja din Zotit shqyqyrin për të mira që ti ka dhonë, për familjen, për shëndetin, për mendjen, për këtë këto të mira dhe shumë cilat Allahu në Kur'an thot nëse i numëroni të mirat e Zotit që ja u ka dhonë, asnjëherë s'muni me i numëru. Jo rastisht thot pejgamberi a.s. Kush për juve zgjohet i sigurt në shtëpinë e vet. Domethënë kur qohet për gjumit nuk e bën gale, a guxon me dal për derës, as guxon a pret dikush në rruga në ndonjë bele. Jo, është i sigurt. Edhe është në trupin e tij është i shëndetshëm, domethënë nuk ka smundje. Kjo është e dyta. Edhe e treta thot pejgamberi sa edhe e ka ushqimin vetëm për një ditë që i mjafton. Jo për një javë që e keme, për një muje, për me vite, jo, vetëm për një ditë e ka ushqimin. Dhe më thonë je i sigurt në shtëpinë tonë, si tu të shkërkujna, s'ki bele probleme dhe kërkon, e ki shëndetin, e ki ushqimin, thët pejgamberi sa këti njeri ju kanë thonë të mirat e dynjas. Po, fatkeqësisht të mirat që Zoti na jep nuk ja u dim vlerën. Edhe jetën që e bojmë është dhunti pe Zotit që meriton falënderim. Jo rastisht na ka mësuar pejgamberi që sa herë që zgjohemi prej gjumit me thonë falënderimi takon ty o Zot, i cili ma mundsove që mu zgju prap. Sa njerëz bin gjumë nuk qohen prej gjumit më. Kështu që ty Zoti ta ka dhënë mundsinë me jetu, ta ka dhënë Zoti shëndetin, familjen, evlat, pasuri, mendje, gjitha këto. Bon falënderues ndaj Zotit. Me qëllim që Zoti me t'i shtu të mirat. Zoti në Kur'an thot nëse falenderoni, unë ja ushtoj të mirat. Andaj mos t'i numërojmë ato që si kemi, po t'i këshyrimi ato cilat i kemi. Kanë thonë dietarët, sa i përket kësaj bote, këshyrin njerëzit cilët kanë ma pak se ti, që janë ma kesë se ti. Ndërsa sa i përket botës tjetër, këshyri ata që janë ma mirë se ti, ata që janë ma të devotshëm, ata që janë ma të mirë se ti, ma të sjellshëm se ti, për ahirat ata duhet me këshyr. Ndërsa për dynja kur duket vetja keq, këshyre ata që janë ma poshtë se ti. Zoti na bëf falëndërues ndaj të mirave cilat janë pa numër ta që i kemi, e jo ankus për ato që nuk i posedojmë.